Kreu i KQZ-s Ilirian Celibashi bëri të njëjtën një panoramë të ecurisë së procesit zgjedhor nga jashtë vendit në përfundim të numërimit dhe vlerësimit të votave të diasporës. Ai tregoi se u votua nga 85 shtete të ndryshme të botës duke mbuluar çdo kontinent. Celibashi tha se i vetmi shtet ku nuk u arrit të dërgojë dokumentacioni zgjedhor ishte Rusia për 16 zgjedhës të regjistruar në Moskë. Janë 85 shtete të botës dhe nga çdo kontinent, në të cilat u regjistruan votuesit nga jashtë. Procesi përgatitjes së dokumentacionit zgjedhor që do dërgohej jashtë filloi në datën 10 prill dhe përfundoi në datën 17 prill. Dërgesat e para u bën rreth datës 12 votuese nga jashtë dhe në datën 17 pritëm edhe dërgesat e para të votuese nga jashtë, që i korespondojnë numrit total 245.935.000 zgjedhës. Nuk mundëm që të dërgonim dokumentacion zgjedhor vetëm në Rusi, 16 zgjedhës, të cilët kryesisht janë banues në Moskë. 29 prill ishte dita me numër më të madh të votuesve të votave të mbërritura në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, 26.650. Janë 10.156 raste, pra votues të cilët nuk mundën dhe nuk ju kanë mbërritur dokumentacioni zgjedhor për shkak të gabimeve absolute në adresa ose adresat këqija, sikur se i kemi përkufizuar ne. Celibashi u është përgjigjur akuzave të opozitës për manipulim të votave të diasporës. Ai tha se gjithë procesi ishte i monitoruar nga përfaqësuesit e partive politike dhe nga kamera gjatë gjithë kohës. Kreu i KQZ-s theksoi se nuk kishte fletë të shtuara apo vota të trafikuara. Respektoj opinionin dhe vlerësimet e çdo kujt për gjithë procesin zgjedhor në tërësi të zhvilluar në Shqipëri, po ashtu dhe për votimin nga jashtë. Por e them pa hezitim, jashtë çdo lloj interesi që administrimi i këtij procesi nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është model nga çdo pikpamje. Duke thënë këtë, nuk dekurajoj askënd dhe respektoj dhe njoh të drejtën e gjithkujt për ta kontestuar dhe për të prezantuar çfarë është mbështetëse e pretendimeve të tij. Sa i takon procesit të numërimit, Celibashi tha se zgjati 8 ditë.